mbrëma. Mirë mbrëma të gjithve. Mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, ku do që të jeni dhe nga do që të jeni. Ja ku jemi së bashku në spektaklin tuaj të madh Odeon. Të nderuar telespektatorë, spektatorë të dashur, sonte do të jetë një mbrëmje bukur, me shumë gjëra të bukura. Do të kemi shumë çka. Do të jetë tepër e veçantë dhe do të flasim veçantë. Zonja dhe zotri, do të vinë në vazhdim një grup adhetarësh, aktivistësh e misionarësh dhe le t'i ftojmë ata pa humbur kohë. Aktivisti, adhetari, magjistri, zotri Elmi Berisha. Rama mi sërë. Ata si të kemi unë një kanike tuaj. Ecim tutje, te për veçantë. Një ditë, dikur, vetëm andronim. Një ditë i kaptuam edhe malet për të parë njëri tjetrin. E kishim dëshiruar. Me rënë nga tropoja, i lindur në Kosovë, një adhetar që tërë jetën ja kushtoi Kosovës dhe dheut të tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zonja zotri Sabit Bytyqi. Mirë Sabit, mirë se erdhe, është kënaqësi që kemi këtu. Kur më një aferin miu. Ecim tutje, zonja zotri, do të vinë në vazhdim një njeri që një ditë nga dhuna u degdis në botën perëndimore, në Gjermani, dhe që nga atje bëri gjithçka dhe gjithmonë para dheun e tij. Zonja dhe zotri, profesor zotri Sebastian Nuici. Sebastian Nuici. Zonja dhe zotri, magjistër Naim Dedushaj. Mirë brava Naim, mirë se erdhe. Këmë një këtu. Ecim tutje, do të vinë në vazhdim një emër i dashur, i rrallë, i çmuar, një epokë me vete, jo vetëm një këngë, një kaptin këngësh e veprash artistike. Ajo u laureua nga presidenti i Republikës së Shqipërisë me çmimin më të lartë, mjeshtër i madh. Derisa ne po flasim dhe presim që ajo të vinë në këtë skenë, ndjekim sekuenca nga momentet më të bukura, madhështore të dekorimit të saj. Dhe le taftojmë atë me shumë dorë trokitje e me këngë. Zonja zotri Shkurte Peza.
Edhe une jam njërin ndër ata që pata nderin në nënshkrimin e presidentit të Shqipërisë Bujar Nishanit ta prezentoj e ta jap ty edhe një herë me njohen më të lartë mjeshtër i madh. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Edhe kjo këtu, ë? Po. Kjo është për kamerat. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shkurtë shumë faleminderit. Faleminderit edhe tyre. Një ditë veç e kishim andruar, sot e kemi realitet. Urime, në emrin tim, në emër të Odeonit, Radio Televizionit 21. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shkojmë bashkë ulemi në vendin tuaj. Faleminderit. E pra, jemi rikthyer në këtë atmosferë të bukur këtu në spektaklin Odeon, në këtë panel të shkëlqyer, mysafir të nderuar, zotri Elmi, Sabit, Sebastian, Naim, Shkurte, mirë se keni ardhur. Zoti Berisha, është bukur që ju kemi sonte këtu në spektaklin tonë Odeon. Zotri Elmi Berisha, kur flasim për Mërgatën, ju jeni relativisht i ri, por me një bagazh të rënd aktiviteti e suksesi. Një CV juaj më thotë se ju keni filluar jetën tuaj, fëmirin tuaj në këpoz të Klinës. Atje keni mbaruar shkollimin fillor, pastaj shkollimin e mesëm. Dhe më pas keni emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur e morët vendimin për këtë gjë? 1989, në fund 1989. Arsyeja ishte? Proceset politike, pastaj ishte koha kur në gjeneratën time kërkoshin të shkojnë ushtar, pastaj edhe kombinimit gjitha gjonave dhe proceset politike eskaluan në atë kohë në Kosovë. Në Kosovë, ndiqeshit për të shkuar vonë shumë ushtar në Ushtrinë Jugoslave. Kjo është arsyeja e parë. Si e keni përjetuar? Ka qenë rënd? Ka qenë rënd ky vendim? Shumë i rënd. Sepse ishit i ri, sigurisht ëndrat ishin këtu. Ëndrat ishin komplet këtu dhe nuk kom andru ndonjëherë me shku jashtë. Bile lema në Amerikë shumë. Atje keni filluar studimet universitare. A mund të na thoni në çfarë universitetesh keni studiuar? Sepse ju goxha keni lëviz në për universitete amerikane. Po, do të jam nisë për Amerikë 1989, kom rri 1990. 4 janar 1990, kom bën një 3 javë më shkuar. 3 javë më rri në Amerikë. Zakonisht shkohet për 10 orë, 10 orë gjysmë kështu. Po, 10, pak më ndryshe. Kështu që i paskara ma shkurt. Pak ma shkurt. Me atje kisha dajin, pastaj e kisha një pak me letë, sepse vërtet e kisha dajin atje dhe u akomodova tek shtëpia e tij dhe më pastaj fillova punën më njerë, mas 4 dite, realisht. Dhe dëshira ishte që të mësoj anglisht sa më parë, të komunikoj dhe të gjoj një punë të përshtatshme. Nuk e flise as pak anglishtën, sepse në shkollën fillore dhe të mesme gjuhë franqeze. Dhe më zhdasht më njerë mu aktivizu në shkollat natës dhe kom fillu të mësoj gjuhën. Ma pastaj më njerë kom vazhdu edhe me college, një local college që ka qenë Dutchess College, pastaj kom vazhdu në Madison University, Wisconsin, Georgia, një universitet tjetër. Drejtimi? Business and Management. Business dhe Management. Pa. Dhe kjo është ajo trampolina që në të ardhmen ju krijoni biznesin tuaj, Berisha Brothers, ha? Ja, Berisha Brothers. Por shiko ta them një tjetër, që asnjëherë s'kam menduar të jem ekonomist. Kam menduar të bëhem doktor, si ti na. Vërtet? Vërtet, por tash që nuk jam doktor, jam shumë i kënaqur që bëhem ekonomist. Patjetër, sigurisht.
Ju më pas keni ndjekë edhe studimet pas universitare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam ndjekë edhe, realisht kam kry 2 në universitete dhe një universitet interesant që kam kry është në Connecticut, New Haven University, kam pas një profesor të famshëm, Dr. Henry Lee, Forensic Science. Do të kjo ka qenë pak interesante, kulmi. Çka e karakterizon këtë universitet apo këtë drejtim ose edhe vetë profesorin? Profesori është një doktor i forensikës i njoftën tër botën dhe për zbulimet e tij. Dhe goxha e munguar tek ne, sidomos pas luftës. Forenzika, goxha e munguar, goxha me ket, themi na. Shumë e munguar. Më pas studimet postdiplomike ju keni bërë edhe punime shkencore dhe punim magjistrature e keni një vepër leadership. Leadership, po. Kam një libër leadership. Cili ka qenë motivi që përcaktoni pikërisht për këtë temë magjistrature? Po shikoj, krejt aktiviteti shqiptar amerikanëve, po flas për timin tani, ka qenë i imponuar. Nga vitet 90 Në vitet 90, kërkush s'ka dashur më bë aktivist, edhe më shpenzua kohë dhe parë për çështjen kombëtare, kërkush s'ka dashur më bë politikan, lemo diplomat që është vështirë të bëhet mbrana disa vite, kështu që këto janë imponime që na u kanë bërë ne shqiptar amerikanëve dhe duke kalu në për këtë periudhë shumë interesante, goxha të vështirë, gjatë studimet mia kam menduar si ta bëj një analizë të mirëfillt të leadershipit. Kush është lider? Pse është lider? Qa duhet me bëma qenë lider? A lindi lider? A lind lider apo bëhet lider? Kjo ka qenë arsyeja pse më ka motivuar. Dhe kam pa shumë lider të botës, por kam pa një lider shumë të madh tonin dhe ai ka qenë motivimi im. Lideri, motivi juaj kryesor, presidenti djerë, Ibrahim Rugova. Presidenti historik i Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Ai është motivi kryesor. Dhe ju keni qenë pikërisht përfaqësues politik i presidentit Rugova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pranë zyrës së të madhërishmit të madhit, mikut ton, mikut të shqiptarëve Babdall. Po. Cili ka qenë roli i kësaj zyre, sepse ai ishte ambasador nderi i Republikës Kosovës, i emëruar nga presidenti ndjerë, Ibrahim Rugova. Po pas kalimit të 10 vjeçarit dhe pasi që u liru Kosova, gjatë sistemit paralel, senatori Dollë dhe shumë mes tjerë, shqiptarë amerikanë që kanë punuar në Kongres dhe Senat, nuk kanë dalë punën e tyre rreth Kosovës dhe jenë mundu sa më parë që ta bëjnë shpejtimin e arritjes së pavarësisë së Kosovës. Tani, zyra e Kosovës, po të thëmë zyra presidentit Rugova, të jam shumë i sinqert, që e ka përfaqësuar tër Kosovën. Dhe pse ai ka qenë president dhe ka pas divergjenca në parti politike, unë me kërkesën e tij kum përfaqësua dhe ata pa ditë ata fare dhe gjithmonë po them në aspektin pozitiv. Gjithë shqiptarët. Gjithë shqiptarët. Kështu që e ka luajtur rolin pak a shumë, ndoshta më shumë se ambasada sot në Washington. Në periudhën kur ju keni studiuar me shumë sigurisht me shumë probleme, me shumë sakrifica, punë ditën, mësim natën, apo e kundërta punë natën, mësim ditën e kështu me radhë. Kjo periudhë koincidon edhe me një periudhë shumë të lavdishme, do ta quaj, të rezistencës së gjithëmarrshme shqiptare në Kosovë, por edhe me diçka që për neve ishte një shpresë e madhe. Do të lidhe me atë të ashtu quajtur në kërcënimin e kërshëndellave të presidentit Bush, i cili vën një vit të kuqe për Miloševićin dhe Jugosllavinë diktatoriale në raport me neve shqiptarët e Kosovës, ku thot këtu s'ka lohet vija kuqe. Në këtë periudhë ku keni qenë ju? Keni qenë në linjë të këtyre aktiviteteve të shqiptarëve, se kishte aktivitet të gjithëmbarshëm shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Sigurisht që kam qenë me kolegët e mi, mes të mi, 2 që kam këtu afër, shumë të afërt. Sabitin edhe Naimin, Sabitin dhe Naimin, Naim dhe Dusha, Sabit Bityqi. Dhe ai proces i vogël i imi, kurse i Sabitit 35 vjeçar deri në atë kohë, tash edhe më shumë, koincidon interesant sepse në atë kohë senatori Doll, miku më i madh i shqiptarëve, humb betejën për kandidat nga ana republikane, humb betejën tek presidenti Bush Senior, dhe tani ai vjen bëhet kandidati i republikanëve për president të Amerikës. Si mirënjohje, presidenti Bush i kërkon senatori Doll që të bëj një kërkesë interesante të fuqishme që e don nga ai, do t'ja një favor.
dhe suportuesi më i fuqishëm shqiptar për senatorin Doll, Gjimi Gjema, i lutet senatorit Doll që të kërkoj që Amerika derisa atër konfliktin në Republikat e Jugosllavisë veç filloi dhe ishte aktual, frika ishte që shumë shpejt do intervenohet në Kosovë ushtarakisht, dhe kjo është një hipotezë që Gjimi Gjema i ka kërku senatorit Doll që të kërkohet që Amerika ta bëni commitment drejt për drejt. Që do të thot? Të vej një vit kuqe. Një vit kuqe, do të thot vendosmerisht të kërkoj që Serbia, po atë regjimi Miloševićit, nuk ka drejt të intervenojë ushtarakisht në Kosovë, për ndryshe ne do të veprojmë ushtarakisht. Kjo ishte kërkesa e shqiptarëve, që Gjimi Gjemes tek Bob Dole dhe Bob Dole tek Bush. Bush i madh, Bush i senior. Që karakterizon këtë, unë mendoj që kjo është themeli shtetit Kosovës, me këtë vit kuqe ka fillu krijimi shtetit Kosovës, sepse identifikohet qartë pse ka kërku presidenti Amerikës, çfarë ka kërku? Ka kërku që mos intervenoj ushtarakisht, sepse ne do të intervenojmë ushtarakisht. Ky ka qenë mesazhi dhe ai mesazh u përcjell deri në pavarësinë e plot shtetit Kosovës. Zoti Berisha, faleminderit, do të jemi akoma bashkë. Zoti Bytyqi, është kënaqësi që ju kemi sonte këtu në Odon, në panelin ton. Zoti Sabit Bytyqi, zonja e Zotri, vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më rën nga Tropoja, në Bytyq, rënja e familjes tuaj, apo jo? Po, ashtu është. Bytyqi është Malësia Gjakovës, është afër kufinit. Si vilajet gjithëri Kosovës, ë? Shoqërgati ai kufi, nuk është aty, është vetëm formalisht për më duket, po ashtu jemi quhet Malësia Gjakovës. Fatkeqësisht në kohë të komunizmit, Enver Hoxha tha nuk duhemi u përzirë në punë të brendshme Jugosllavisë, edhe i ka thënë rrethi Tropojës, por Beti, këndej dhe... Ashtu, por vërtetën ajo... Beti e gjithësisht iku nga dhuna dhe familja juaj, dhe ju jeni lindur në Kosovë, në Magure, të Lipjanit. Po, ashtu është. A jeni rritur aty, jeni shkolluar aty? Po, deri 15 vjeç kam qenë. Deri në moshën 15 vjeçare. Në Magur? Magure, po. Gati një vit në Prishtinë kam fillu shkollën ekonomike, deri sa një vlla iku edhe i vllau i madh Sejdiu. Vllai i madh Sejdiu ishte mësimdhënës, ë? Po, ka qenë një vjet mësimdhënësimi, kur mësoj ka vazhduar gjimnazin e lartë. Sigurisht nga dhuna e dy fishte, edhe regjimit, edhe diktaturës, edhe ideologjisë, edhe të gjitha, ju një ditë keni emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si 15 vjeçare? Kom qenë ashtu 15 e gjys. Kur keni arritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kur keni mbrij atje? Atje kemi mbrij në nënor të 68-ës. 1968. I bie dikund gati 3 vite pas vdekjes së Frans Tilianolit. Gjunasë se keni takuar, sa ka qenë gjallë. A i keni takuar dishepujt, bashkëpunëtorët e ti, shokët e ti? Po, i kom taku në vërtetën edhe është atje një qytet i vogël, quhet Jamestown, edhe është New York State, por shumë afër Kanadas. Aty kanë qenë shqiptarët e vjetër, domethënë edhe para nesh që kanë shkuar. Të koncentruar më shumë. Edhe ka qenë një Skënder Selmani i ndjeri tash, nuk është edhe, po ishte lindur në Amerikë, por kishte një biblioteko, librari shumë të pasur, fliste shqip, lexonte shqip, edhe ka qenë kisha ortodokse e fanolit e autoqefale shqiptare në Jamestown. E aty fanoli ka punu një kohë, edhe Skënderi më tregonte për te, ka punu me te, edhe i ka pëlqy sepse ka qenë një studius, lexues, edhe kështu ka shku e ka vizitu vazhdimisht. Edhe fanoli ishte i vogël, kështu, por ka qenë një orator i pa... Ju keni takuar edhe shumë atëdhetarë të mëdhej që kanë bërë gjithçka për Shqipërinë, për tokat shqiptare në atë periudhë. Shumë shpejt keni takuar njerëz të sakrificës që në ditët e para, a? Po, e vërtet është. Njeriu si ka qenë për Kosovën, edhe kur ka vdekë e kemi prunë, e kemi varros në Kosovë, ka qenë, e kemi quajtur Bab Tahiri, Tahir Kërnoja, i lindur në Kërnoj të Malësis, në Tropojës, edhe Tahiri ishte një inspirim imi personal edhe në vllazëve, sepse erdhi me na vizitu në shtëpi. Edhe
Me njerë, sa po keni mos një javë, kështu një javë dhe ditë kështu. Si ishte zakon me vizitu, kanë nërë shqiptarë 3 dhe kë ishte një paranesh atje. Më thëtë mu, thëtë qenë këtë jali mirë, thëtë nesër, thëtë i kam disa letra me ishpërnda, thëtë para kohë me bashku me a kështë mujtë me më ndihmua. Me i tregu drejten qështë se aty ka fillu aktiviteti juaj. Ishin afisha ato të shkruara? Qëfar shkruan të në to? Kjo ka qenë ma vonë u formuar Rinia Kosovare në botën e lirë, cilës sekretare kemi pas Mali Qarifaj, shkurta më të njofin. Nga Suhareka, Ferranda. Nga Suhareka. Edhe Maliqi vetëm për arsyet ati në nshkrimi s'ka mujtë marrë në Kosovë për 35, deri... Për 35 vite, apo më shumë? 35 vite, edhe ma shumë. Aktiviteti juaj, qka synonit? Ka qenë për 35 vjetë, kemi shkep 4.000 trakte në mujtë. Si asë një parti, asë një grup tjetër nuk ka bo që punë... Para kombëve të bashkuara? Para kombëve të bashkuara. Qka kërkonit në ato afishe? Ato kërkonim të drejtat e Kosovarëve, Kosovën në Republikë, edhe ne më ishim me ju bashkan gjitë edhe kërkesave si kërkonim Kosovarët. Për Kosovën në Republikë? Po edhe ma tepër, po. Më dikur për hartën ato, gjdo ato trakte, mrapa ka qenë harta Shqipërisë etnike. Keni qenë më pas, gjithësisht jeni edhe sot antari shoqatës Vatra, një shoqatë kjo adhetare, më e vjetër se vetë shteti shqiptarë. E vërtet ashtë. Vazhdoni aktivitetin tuaj aty? Po, jam në kryesin e Vatrës, edhe Elmion tash është si, ka qenë antar Majripa tash që është në kryesin edhe kanë formuar një degë Vatrës në Upstate New York, po kanë me një 70 antar të ri, edhe vazhdojme, tash e kemi pasur konventin e Vatrës, edhe kemi bon zgjedhje të reja, kështu edhe për Vatra është një... Zotri Bityqi, akoma do t'jemi bashkë, akoma do t'bisedojmë, do t'i lebravën tani në këtë spektakl. Do t'vi në vazhdim artistët e humorit, zonja dhe zotri, Adnani, Halimi dhe Eqremi, alias Polici, Kryeministri, dhe Jakub Krasniqi. Stop ju lutna, parkohë që të emision qëtu. Orna? Parkohë pa me emisionin, kalja 4 shajat. E kemi parku, i kemi ndez 4 drita, të ornani. Mirë më sugut, qëtë një farë kontrole rutinore kështu. Pa para lajmërim kë? Tit, shqipt hekrita? Aha, ta shkoma për të banë, okej. Mirë në regull është, a ki leje qarkullimit ti për këtë emision që përbanë? Lehet qarkullimit, jo vësh lehet njoftimit mu isha me gjithë. Dokumentat e emisionit. Zotni, mirë shumë. Ne ma bazit e, Po, si e? Mirë ju falenderit. Pak shpejt pikra emisionit, nuk dja petin? Po, noshta, noshta. A ka dënim për këta? Edhe plus kësajna, den korrekt pas ka fatë të emisionit. Shtyje, zga t'ja fatin pak, aty se dhvynë, edhe bile edhe për i vetë. Me kërkesën e publikut, në regull, këta musafir për Amerika. Po, musafir për Amerika, Amerikanion, këta s'gudzon pas dokumentat. How are you? What's up, man? I kem su këtu, a? Anglisht e nujti kështu. Uj, policia Kosovës, a? Krejt, që shkur të fiza? Allah be, najmë që ju VIP në me të burë. Pse? Sartë, ju nalëm, garant, aty 80 nërët, ju 100 nërët të arë shpejt, je kam një koncert, je një humanitar, je një sa kam të heret, je faljëm, je mësëm të ne, je të kam qef muzatit me juve. Nuk vozit shkurtja, vozit hajrushi. Po, hajrushi të po shkurtja më knej. Alo, baza, po gjithë shka është në regull, muni me ardhë, është tereni pastër, hajde, po, nësë njësën me herë, unë jam të prisë, so problem. Aja u pastrove terenina? Jo mirë këta dy bashk. Faleminderit shumë. Një mëno ma gjithve. Përshëndetje. Mos ma ha se të vrash. Ruje. I qeverisi parlamentit, mirë, që ta për ndrej. Mojën gojë mos në përbi tami, nej. Po kry.
Ju keni arë me dhaj qmim, po. Mund të avim personin. Po e vërtin. Miri! Miki! Miri! Përshëndetje, përshëndetje nderuar. Përshëndetshëm shumë, jeni gjojnë të manë që dojtë. Mirëmbrëma gjithëve. Mirëmbrëma, përshëndetje gjithëve. Unë si ministër me kry i qeverisë e Republikës e Kosovës, E vërtet. si ma i madhi i qeverisë, si ma i gati i qeverisë, si ma i hishmi i qeverisë, si ma simpatiku i qeverisë, si ma manikeni i qeverisë, si kishti ma i quti i Republikës e Kosovës. Unë këtu duat potencoj qartë. Unë e qmoj lartë punën e mirijes, angazhimin e mirijes, iPhone-in e mirijes, SMS-at e mirijes, edhe adapterin e mirijes. Miria është një mrekulli në këtë vendin tonë që e kemi, do ta kemi dhe do ta keni. Por, këto din Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bruxelli e din edhe tuna me gjithëzoj. Andaj, Mirje Braha është një gru e mrekullueshme, Ashtë. të cilin e ka pas fatin Naimovski. Që ta rënbej me dashurin e ti, i cili e ngërthen, e që ngërthen. Sepse Mirje Braha ja hap dyrt Kosovës drejt salonit, dhomës fjetjes, kuzhines, ka terasa e drejt në Bashkim Evropian dhe në NATO. Une sa isha në Bruxelles, bisedoja dhe negocioja, por e kam shtruar edhe qeshtjen e mirijes. Kam potencuar si miria është një person me ndikim në faktorin ndërkombëtar, naimtar dhe abastar. Dhe thoja, po të ishte miria, do të thoja, pa u faru dje me qika, kur nuk ndahet Mitrovica. Hashem, që tash pak se kjo kongë është e shkurtës, mësë është kell drejtën a do të rinjali, okej? Baci Jakub. Ta kom që të një diçka... Opozita. Baci Jakub, unë i Mirje Brahës, ja kom thurë disa vargje. A ka mundësi me më përcjell? A ishte e vërtet. Oj miri, e mira miri. Kusht ka qitë me kryen hi. Ti gjithmonë këtë është fli. Kur s'ke ja pare veresi, e ki burin trim da i. Faleminderit, ja ku më thonë një varg, shket qyshe. Ashtë e vërtet, këj ka njere kur mënot me thurë, e që thurë krejta. Që edhe kën ka qik dë vetë, mënot ishka me thonë, mënot ishka me dinë. Kove të funi si dhe më se ka lezon bengi shumë, e ka lezo pullat e Petriti qëtash. Unë si minister, ju më falni, unë si... Shka e mbroni? Mirje Braha, Ti e kryetari ku vendit edhe mos o habet ma. Pa harej se këni pas me bo kriministeri. Kryeminister? Sa t'jam gjallë unë s'te ke po atë film. Sa t'je gjallë t'i kime po atë film edhe kime po në 3D bile. Son të është një rast shumë i madhë. Plotna. 1.72 është rasti. Unë do t'i thëmë disa fjallë mira dije, pse jë dhe pak da fjallë se bahate. Për mihrien fjallët nuk nalën 24 orë me full. Online. Op. Po unë i këmë thurë disa fjallë që janë pak si, matë mi. Mira. Jo, matë mira.
Sonte jemi këtu, unë dhe Kryeministri, për një rast shumë të veçantë, për një personalitet që i dha frym këngën shqipe. I dha dhe frym artificiale, kur është kënga shqipe shumë keq. Mihria i dha këngën shqipe shpirt dhe mesh. I dha mesh, vici edhe mesh pule. I dha mesh qune. I dha kaqek edhe qaf. Po. I ka dhonë edhe shpatëll. I ka dhonë edhe shpatëll që shpeset hashimi. Mihria i dha edhe moshkëni, bardha dhe zeza. Mihria i dha edhe voka një herën sy edhe në humë. Mos me zgat ma shumë, Mihria konë dhe do të mbetet një hero e kumbit, po dy e Prishtin Mitrovic. Mihria është e vetmja që ka hi komsëri para natës. Kjo gjënojt so pushke e ka lyp kusht jepke. Mas ne e doll me papuqe, edhe i ka tram armikun, po. Tash edhe fillim që fjallë për Mihrien, ka shumë fjallë, ka donë loti fshije, po. Ka fjallë shumë për Mihrien, po do të këtu ishin disa fjallë, pak a shumë, pak ma të veçanta. Shumë falemderit. Falemderit. Ishte knasi për mu është një rast shumë i veçan që të ndoj një qmim, do të meri një fjallë miradinje dhe tema si kje. Është nder, edhe knasi falemderit shumë për respektin që po mbane. Që them të drejten, po ndjehem shumë emocionuar. Po so emociono, banu burë, banu na i përmas. Plotna. Falemderit edhe njerë, falemderit publikut, falemderit juve, respekt për mësaferët, respekt për gjithë. E kuptoj se në këto momente është shumë shtirë me gjithë edhe fjallë. Nashta gjon fjallë, po gjon fjallë pa lidhja, pëtim. Për me gjithë fjallë, ta mën fjallë, me kuptimin e fjallës, po, ti që përbën kështë, dhe me thonë është shumë shtirë. Atëhere, Mihrie, kjo është një dhëratë shumë e madhe për ty. Si mjeshtri maj madhë i kung fus. Falemderit. Falemderit shumë. Qau pobre? Nëse më falë, për egzimit, ati për emocione pak, thash. A ju tut pak, a? Se dhune pak po, veç. Ja, zakonisht nuk tut, na pëthojnë është mirë murua, pëtin. Kryeministër, a tuta? Jo. Po, Mihrie? Këtë qmim që po sheni a shumë i rrallë. Këtë qmim që po sheni a shumë i rrallë. Këtë qmim nuk mund të shofin të gjitha ta që e shohin Mirien. Andaj, reze që i lëshon Miria, me të vërtit, është këtë qmim shumë i vogët. Urime, suksese dhe Falemderit edhe njarë, falemderit shumë. Atere, urime, ta festoj me zamër e jo me armë. Falemderit. Jo me alti? Po, di jo me Po, alti. një që lypsha qatë pushkën tonë kona, ka dhe një pushkëve për mu më rehej. Ka, se pja lyp kupës tash, normal që ka. A ka? Po. Ka se mush sa prej fuzuloj, ka doj. Që mere? Po, kjo s'di, s'kërset, jo. Së tot një jo. Miri, nalete, Miri. Po mos së tot një jo. Jo, ka e di që je emocionume, po kjo nuk është mos. Po prese u gëzova për që të shmen. Po Mihri, ki ko më gëzu edhe në shpesë me këto. A di që... Mihria do të thëtë edhe frizurin që e ka bo me një thonje, pa full, me një thonje që të bashkomi të gjithë që ty edhe që ty ta mojnë a Kosovën. Ja që të frizur ma bo një lumja ma pas ka bashku. Okej, hajde në regu. Atëherë Mihrie, i mori këtë shmime, zoti sholla ta bën, s'pëti që ka me thonë veç, a ki mundësi për publik që ti kënën 2-3 konga ma shumë, për asysetet. Me shpërblime i kini heq krejt, rënoft presidenti i Shqipërisi ka bo shpërblimet që. Kryeministër,
Na kemi edhe shpërbime tjera. E ju i keni hik krejt, edhe do që i keni pas i keni hik. Zotri Abazi, ne jem duke diskutuar thellë gjatë këtë çështje, por kemi diskutuar me Bacin Jakub që për vit të ri ti shpërndojmë çmimet nashta bin pak në lirim. Të ko gjosh trajt. Edhe rënoft shkurt e Fejza që merë këton nga presidenti Nishani. Na jemi shumë të lumëtër, na e Abazi, që shkurt e Fejza kam rrinë Shqipni me moni çmim si mjeshtri i madh. Dhe më thonë është knasi, por miria ka fillu prej Kosove çmimet në Knolën dhe New York. Urime shputa, me ja pa shhojrin, si mjeshtri shumë e madhe këngës e Shqipe. Faleminderit shumë. Urime, ta gëzoni, ta trashëgoni, suksese për në barë. Faleminderit. Pas Jakob. Ta përrimis.